Meqense pastrimi mund të trazojë pluhurin dhe të riqarkullojë atë në ajër, rekomandohet që të hapni dritare gjatë pastrimit. Ata që janë jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj pluhurit mund të vendosin dhe një maskë për të shmangur thithjen e grincave të imta. Pastrimin niseni nga lart poshtë, pra duke pastruar fillimisht ventilatorët, abazhurët, majat e kornizave të fotografive. Pasi pluhuri bie poshtë, inkurajohet të përdoret sistemi i ventilimit për disa orë pas pastrimit për të thithur pluhurin e trazuar. Gjithashtu duhet të ndërroni filtrat e ventilimit çdo 3 muaj. Pastroni rregullisht me fshesë me korrent për të ndihmuar në uljen e sasisë së pluhurit në shtëpi. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse keni kafshë shtëpiake që lëshojnë çime. Rekomandohet përdorimi i fshesave me korrent me HEPA filter, filtra të cilësisë së lartë për pastrimin e ajrit, për të bllokuar grincat e pluhurit.